Data e radhës e emisionit të çdot shati është pikërisht Llakatundi. Kemi vendosur që të ndalojmë në një prej zonave më të rëndësishme për sa i përket njësive administrative të cilat janë në varësi të qytetit apo bashkisë së Vlorës. Kjo për arsyen për të parë se çfarë problemesh ka kjo njësi sot edhe për shkak të zhvillimit që ka patur ndër vite apo të rëndësisë për zonën. Gjithashtu për të evidentuar, dokumentuar nga zëri atyre të cilët jetojnë çdo ditë në Llakatund, probleme të cilat i shqetësojnë prej vitesh dhe sigurisht nuk po marrin asnjë zgjidhje. Rrugëtimi drejt Llakatundit nuk ka qenë as pak i lehtë. Kjo për faktin se rruga drejt fshatit është tejet e amortizuar. Siç tregojnë edhe banorët e zonës, një segment rrugor që ka ndër vite në të njëjtin realitet. Një rrugë e cila lidh jo vetëm Llakatundin, por edhe fshatrat si Beshishti, Mekati dhe Drithasi, e cila investimin e fundit e ka njohur 15 vite më parë. Banorët e Llakatundit tregojnë se shumë shpejt asfalti ja ka lënë vendin gropave të shumta dhe amortizimit. Sipas banorëve, rruga drejt Llakatundit ka qenë kërkesa kryesore e qindra familjeve ndër vite, por pavarësisht ankesave të shumta, asgjë nuk është bërë. Banorët thonë se rruga është arsyeja sot që shumë automjete çdo muaj përfundojnë në servis. Ne këta po I votojmë. I kemi dhënë votat, sa që kanë ardhur na kanë premtuar që do bëjnë atë rrugën aty. Asë rrugën se kanë bërë, asgjë s'bëjmë. Sa vite kanë aty këndi? 30. 30. Ishte e tmerrshme të vjen. Po. S'ka patë asë gjë. E bën njeri edhe një bitum kështu në 2 pon, sigur bën shuva. Idhi 10, 15. Po banorët e kanë kërkuar shpesh. Po banorët e kanë kërkuar. Ujna hajde rregulluan e bën, po të bëjnë rrugën të paktën. Sa problem është për ty? Po si është problem? Po është problem I madh që është. Do një orë të vish këtu. Besoj drejton dhe automjet apo? Po, kam motor, kam e makinë. E çon shpesh në servis vetëm për shkak të rrugës? Po çonë, s'ka asgjë ça. Po prishën, normalisht do prishën. E tjep e vetë kur erdhe, si ishte. Është e vetmja mundësi kalimi apo? Po vetmja mundësi kalimi dhe këtu duhet bish pikërisht. Ku nisesh për Llakatund dhe s'lidh me asnjë rrugë tjetër, është si xhep. E kupton pse mos ta bëj rrugën dhe andaj që të lidhet me Fierin. Ama nuk lidh vetëm Llakatundin, ka dhe fshatra të tjerë. Po ka, është Mekati, Drithasi, është Llakatundi lart, është Beshishti, janë gjithë. Janë larguar o gjithë po ikin, po e lëm vendin. Sa familje mund të ketë që janë penalizuar nga kjo çështje rrugës? Po ka nikur o gjithë, shumica ka nik, e kupton? Ka nik. Po prap janë goxha. Po janë ata që kanë njëllë, s'ka të tjerë. Pse neglizhojeni? Do ju e keni kërkuar, keni pas? Jo, e kërkojmë me se këtu e kupton, këtu janë të majtë e thonë ata, hajde kemi të marrë. Këta të majtë janë e se edhin asin lek asin gjë. Me pak fjalë jotit? Po, s'kam zgjidhi. Pret, ose ke shpresë si do bëhet? Po, se di, do të bëjnë apo jo, nuk e di. Se di. Pam këtë rrugën e Llakatundit, më ishte në gjendje shumë të keqe, sa vite ka? Po bërë 2 vjet, 3 vjet. Ashtu ka qenë gjithnjë këtu aty. Gjithnjë ashtu ka qenë këtu. Ti për shumë vetë sa të vështire ke të kalosh në atë rrugë? Po shumë të vështire kam, sa të vështire kam. Vështire kam. Me këtë motor kalon? Po me këtë motor kalon. Ka pas raste që ke rënë? Ja. S'ka vënë kam iku me kujdes. Ama mjeti dëmtohet që... Po mjeti dëmtohet, po çfarë bëjmë tani? Ju e keni kërkuar shpesh besoj rrugë? Po, që me kone gjiknurit e kemi kërkuar aty, dua bëj, kemi rrugë tjetër atje, o pingat kemi bërë. Vazhdoni dhe ta kërkoni? Po vazhdojmë, për qatë, ku? Për shumë ku jeni ankuar? Ku jemi ankuar? Kur na ka ardhur për elektorat këtu që na kërkojnë votat aty. Sa kam bërë gjë? Ke shpresë se mund përmirësohet, mund të bëhet? Nuk kam fare, unë si person jo. Besoj është e rëndësishme, duhet bërë? Duhet bërë, po ha. Qështë nuk duhet bërë? Pse nuk duhet bërë? Vetëm kjo zona jonë është e ngordhur. Lidh shumë fshatra, vazhdon edhe te Llakatundit. Po vazhdon, qështë nuk vazhdon. Na, gjitha këtu, gjithë kjo të pati këtu, s'kemi ne. Shumë familje, shumë banor prapë. Po ka, po çfarë bëjmë? Çfarë, ku ti kërkojmë ne? E ke humbur shpresë. Po e kam humbur gjitha çfarë? E kam humbur. Çfarë, kot që na koti na intervisojnë këto me këto gjëra kështu atje se s'bëhet gjë. Gjithnjë kemi kërkuar këto gjëra ja. Faleminderit. Jetë mirat.
Përgjatë rrugës drejt fshatit të shoqëron gjithashtu edhe një kanalkullues, konektori kryesor që shërben si ujëmbledhës i tokave bujqësore të disa fshatrave, i cili është i papastruar. Zjai Sufaj, kryeplak i fshatit Çeprat, që ndodhet pranë Llakatundit, thotë se ky konektor i bllokuar në shumë pjesë të tij bëhet faktor kryesor përse segmenti rrugor përmbytet. Përgjatë verës, kryeplaku shpjegon se konektori funksionon edhe për vaditjen e tokave bujqësore. Mungesa e pastrimit të konektorit, sipas Sufajt, penalizon sektorin e bujqësisë, por ndërkohë ndikon edhe në dëmtimin e prodhimeve bujqësore. Zjai Sufaj tregon po ashtu edhe raste kur perimet, agrumet apo edhe rrënjët e ullirit janë dëmtuar pikërisht prej përmbytjeve të tokave që janë shkaktuar nga ky konektor. Ky kolektori është një nga kolektorët më të mëdhenj të gjithë thojse të qarkut të Vlorës, që mbledh ujin që nga Babica, nga Kërkova, nga Bestrova, ujit e Bunavis, të Çepratit, të Risilis, të Grabianit që derdhen këtu. Dhe ky duhet pastruar sepse ky krijon përmbytje këtu. Vete dhe më tej që ta sqarojmë në Llakatund apo edhe në fshat? Jo, me Llakatundin nuk ka punë, ky janë 5-6 fshatra këthe që mbledhin që nga Babica e vogël, Babica e madhe mblidhen ujrat në gjithë të kolektor. Dhe ky është i vetmi kolektor nga më të mëdhenj në Shqipëri që nuk është pastruar, ka vite pa pastruar. Shërben për tokat bujqësore? Shërben për mbrojtjen nga përmbytjet. U shërben dhe kullimit tokave bujqësore. Kur ky mbyt, kur prodhimi këtu shkon në zero. Ne kemi disa raste që kanë përmbytur. Dhe konkretisht aty janë 120 rrënjë ulli, janë edhe sot e kësaj dite janë të përmbytur. Kemi perime që kanë qenë dimërore, janë përmbytur dhe nuk është marrë një masë. Shojnë dhe sot pa që të bëjt. Ai kolektori është, këtu është fillimi, po kolektori është me kallama, me kasht edhe burim, e kupton? Vetëm kjo është gjëja më e vështirë sot për sot që duhet të zgjidhet në mënyrë urgjente. Nëse vazhdon në këtë gjendje, në thonë që ka rreshje, mbyten disa toka bujqësore, mbyten disa jonxhra, grura, ullinjt aty, mbyten. Edhe parë ka pasur dëme. Tashi këtu dëme ka patur, po këtu janë marrë dhe masa. Tashi ka disa vite që s'janë marrë masa. Ju e keni kërkuar diçka? Unë e kam kërkuar dhe si kryeplak i fshatit në mbledhjen që kemi shtruar buxhetin, dhe kjo është na thonë që është aprovuar, po s'ka filluar. Ky është më urgjentje nga të gjitha gjërat sot. Do shta banorët e përdori dhe për vaditje të tokave në gjendje emergjente për gjatë beharit, ky përdoret dhe për vaditje të tokave. Pra, shumë i rëndësishëm, jo vetëm për kullimin e ujit. Sot për sot është kullimi, ajo është pjesa më e rëndësishme. Nëse pastrohet, mund të vijë edhe më mirë në funksion vaditjes. Jo, nëse pastrohet nuk ndikon në një të vaditje të tokave të ky, se toka atëre ka shumë pak ujë dhe nuk ka përmbytje, po problemi është tashti. Gjatë edhe me një shi të lehtë, ky bën dëm. Më kupton, ky duhet pastruar. Është pastruar para 6-7 vjetësh, po është pastruar vetëm pjesa këtej nga lart. Ne dim se funksionon, duhet pastruar pjesa e poshtme që të vijë lart. Jo pjesa e lartme dhe të vijë poshtë. Këtu kemi një të zhavorit dhe fal ndihmës tij ai vjen na i pastron ndonjëherë se do na bënte dëmet më të mëdha. Vjen me fondin e tij. Llakatundi është një zonë e njohur për prodhimin bujqësor. Prodhime këto si perimet, agrumet, vreshtat apo edhe ullinjt. Vetëm fshati është i favorizuar për bujqësi për shkak të terrenit kryesisht fushor përreth. Por, pavarësisht kësaj, shumica e tokave bujqësore sot janë shkret, teksa prodhimi i zonës është ulur ndjeshëm, duke u lokalizuar vetëm në disa ferma të vogla që menaxhohen familjarisht. Ndërsa, si shtregojnë vetë banorët e zonës, mungesa e mbështetjes nga shteti po e dëmton më tepër bujqësinë dhe blegtorinë.
Sipas banorëve, të gjithë që merren me bujqësi ende në fshat janë drejtuar drejt kultivimit të ullinjve, e që nuk kërkon shumë punë dhe angazhim. Shumë prej tyre madje merren edhe me mbjelljen, kultivimin e perimeve apo agrumeve të ndryshme, por në oborret e shtëpive të tyre për përdorim personal. Mungesa e tregut sipas tyre apo krau të punës nuk i lejon sektorin e bujqësisë të avancojë në një tjetër stad dhe nivel. Por e një pyetje kisha, sot fshati, sot Llakatundi? Mirë. Si është jetesa sot? Po normale. Ti vetë për shumë, me se merresh? Me punë shtëpie. Bujqësi, blegtori ndo pak? Kam pak blegtori edhe me bujqësi. Pemtari. Po. Ja vlen që të merresh me bujqësi dhe blegtori sot në Llakatund? Prag pensioni jemi. Po. Varet. Është e vetmja mënyrë për fituar disa të ardhurave? Po. E vetmja mënyrë. Çfarë ke, çfarë kultivon kryesisht? Ullinj. Moll, dardh, edhe pak perime. Nga prodhimi rreth parë, je i kënaqur? Po. Varet nga shërbimi që i bën. Është e mundimshme ti bësh shërbim siç duhet? Po normale, punësh, punë fshati. Fermer nuk është dhe aq e thjesht. Sa orë merresh në ditë? 4 orë. 4 orë. Në ditë. Ato çfarë nxjerr, ato pako gjërat që nxjerr, ke kujshet? Po, kam kujshes. Edhe këtu brenda fshat mund të shes. Po vlerësimi që vjen nga ato, ajo ekonomia që ti fiton ai leku, ja vlen? Po ja vlen për vete. Vetë me gjithë grua. Fëmijët janë në hall tyre në punë tyre. Ke marrë ndonjë mbështetje për të punë që bën ndoshta? Jo, s'kam marrë mbështetje sepse aq gjërat vogla, kupton, nuk kam. Si a den apo me të ardhurat e tua? Me të ardhurat e mia. Jetoj. Ka pas raste ku ke vënë lek nga pensioni për bujqësi dhe blegtori me shpresë do marrësh më shumë? Po normale që ka. Dhe raste të kësaj natyre. Bujqësia udhëzim pa çati. Ka momente që ti jep, ka momente që del edhe i dëmtuar. Ka të rinj që merren me këtë profesion, me bujqësinë dhe me blegtorin? Shumë pak mund të thuaç. Jo do punëtor nëse do të duaj, se ti. Jo. Punëtor të legjë janë shumë shtrenjtë, kupton, sepse s'ka forcë punëtore dhe në shtrenjtë nuk mund ta përballosh dot. Edhe këta që ashtu edhe e ka me zi e përballojnë. Faleminderit. Jeni mirë. Gjithë mirat, qofshin mirë. Sot fshati, si është jetesa sot? Ma përshkruaj. Po më mirë, më mirë, më ndryshe. Pse më ndryshe? Çfarë ka ndryshuar? Punojnë njerëzit, punojnë. Punojnë në punën e tyre. Ti vetë, për shembull, me se merresh? Unë jam pensioniste, po në shtëpi. Në shtëpi. Me se siguron? Kam baçat për shembull me ullinj, me. Pra, kryesisht në bujqësi dhe ndoshta Po. pak blegtori, ë? Blegtori s'kam, vetëm shukë. Vetëm bujqësi kam. Më the ke ullinj dhe? Ullinj kam vetëm më shumë. Ullinj kam. Sa rrin ke? 500. 500. Merresh çdo ditë, i kushton kohë? Po. Kushtoj. Është e vështirë që të merresh? E vështirë është, po në punën tënde ja akoma më ndryshe. Lëren, kjo punë që ti bën bujqësia është e vetmja mënyrë që të sigurosh më shumë të ardhurat e pensionit. Po. Ndryshe, ja del dot? Me vetëm me pensionin jo. Ku ja del dot vetëm me atë pension që marrim ne? Pa, a ja vlen bujqësia dhe blegtoria sot? Po ja vlen, po ti jesh i zotit të punosh, ja vlen. Po që punëtor. Ke ku e shet? Po, tregu, në treg. Ka. E shet në Vlorë apo kryesisht? Në Vlorë. Në Vlorë. Po të rinj që merren me bujqësi, ndoshta fëmijët apo niprin besat, ke? Dhe janë të interesuar që të merren? Nuk i kam të, jo. I kam jashtë fëmijë të gjithë. Po të rinj shumë fshat merren me bujqësi, ka? Po, ka, plot. Ndoshta më pak se vitet e kaluara? Edhe më pak, po merren dhe me punë, merren. Nuk e s'para e duan bujqësinë e blegtorin? Jo, ata që janë punëtorë e duan, ata që që janë krahasar nuk e duan. Leku sot bëhet vetëm me djers apo me punë? Po. Ndryshe? Ndryshe je zero. Po s'punove. Je zero.
Duke parë rënjen e sektorit të bujqësisë apo blegtorisë ndër vite, shumë banor kanë nisur të merren tashmë edhe me punë alternative, të pakta normalisht në tipologji, por që mund të bëhen ende në fshat. Përgjatë rrugës në Llakatund takojmë një prej tyre. Ai ushtron një profesion sa të veçantë, por edhe të padëgjuar më parë. Kanalet kulluese të papastruara, pushtuar nga kallamishtet, janë kthyer në punë të përditshme për të, nga e cila siguron të ardhura. Siç tregon edhe vetë, prej kanaleve kulluese mbledh kallama, të cilët më pas i pastron, i sjell drejt e më pas po ashtu i shet tek një firmë private, e cila i çon drejt Italisë për t'u përdorur në bujqësi. Tregon se për punën që bën është krenar, pasi me ndershmëri, siç thotë dhe vetë, i del të mbaj familjen. Një mesazh ka edhe për rinin, duke treguar se kush kërkon mund të gjej punë, nëse ekziston dëshira dhe vullneti. Me se merresh? Ja, me kallama po merrem. Po pse i mbledh? Për të shitur. I shet. Po, jetoj. Ushqejm familjen. Çfarë bën me ato? Ma shpjegosh më hollësisht le të them. Unë i pastroj këto. Po. Edhe i çoj është një pikë grumullimi. Po. Edhe atje jap me 7 lekë fije të qiruara. Me gjithë transport. Dhe për çfarë përdoren pas? Po këto ikin sa ka mund jeni. Ikin në Italia për fasule, shilloj fasule gjatë shu. Për bujqësi, Për bujqësi, për tënda, dielli, lloj. Punë interesante. Sa vite ke që e bën si punë? Po unë si vjet e kam filluar këtë punë. Shere dytë po shkoj. Po të kesh mjet transporti ja vlen. Po ja vlen që të merresh? Po të kesh mjet transporti ja vlen. Që të jetë i Ushqemi, nuk është na një shojmë kapitale, gjëra kështu. mbledh këtu te, Ja. si mund thuash te konektorit, te vazhdimit. Kanaleve ka këtu plot. Nuk është se... Jo vetëm fiton, po njëkohësisht shërben edhe për të pastruar një pjesë të tyre. Po, edhe pastrim. Të dyja bashk. Me pak fjalë atë që se bën pushteti e bën Ty nuk e di unë, shteti nuk di unë qa bën shteti, nuk mund të vla. Këtu nuk e di unë. Me bujqësi blegtori merresh më pak? Po nuk kemi tokë të mjaftueshme. Një dy lymë e 200 metra. Qa do bësh me atë? Dhe kjo ka detyruar që të përshtat. Po. Si ishe jetën në fshat sot, ja vlen ç'thos fshati? Fshati. Po unë për fshati nuk flas do tani, flas për jetën time sepse po të duash të jetosh, jeton. Ta kërkosh punën, duhet ta kërkosh punën shumë. Me punë, me djerë. Po, duhet ta kërkosh punën, jo... Ti për shumë këtë punë që bën vete, ke sugjeruar të tjerët, çfarë thon për shumë ata që ke bërë muhabet? Duan ata të punojnë, angazhohen në këtë lloj pune? Se kanë me qef, jo. Se kanë me qef. Duan lekun e thjesht, pa mundi. Po, duan pa djers. Po e do të lek pa djers. Nuk bëhet. Po nuk djers, ide të lodhe e shik. Është pa mundur. Nuk të shion as buka kështu, po su lodhe, qa? Së të shion as buka kështu, do t'jetë shi lodhur. Dhe sa ti vete flëgjum, krenar. Po. Hazje, mirë bashkë. Jeni mirë. Në fshat punojnë kryesisht banor mbi moshën 50 vjeç, ndërsa shpresën për një jetë më të mirë nuk e kanë gjetur 10 të rinj, të cilët ndër vite janë larguar ngadal nga Llakatundi. Si në shumicën e fshatrave të rrethit të Vlorës, edhe në Llakatund janë larguar 60% e popullsisë krahasuar me 20 apo 25 vite më parë. Fenomen ky që si pas banorve po vazhdon, ku çdo vit largohen të tjerë banor, sigurisht ata në moshë pune. Në Llakatund mosha e tretë jeton në zonë me shpresën se fëmijët e tyre një ditë do të kthehen. Shumica e shtëpive në fshat janë me 1 apo 2 banor, kryesisht të moshuar, ndërsa perspektiva për të ardhmen nuk është as pak pozitive sipas tyre, duke parë që fshatin e ka marrë malli për të dëgjuar zëfëmijësh.
Si është jetesa sot në Llakatund? Sot Llakatundi, fshati? Qa të thotë Llakatundi? Llakatundi shkojë, ka ngell shkret. Gjithë rinia ka ikur, ngerëm ne plejt. Sa vite ka që ka njës kjo braktisja e popullsisë? Po vete, gati 10 vjetet, sa po vine, po ikin ako prap, edhe ai do ikin nesër. Ku janë larguar kryesisht? Çfarë kanë zgjedhur? Ku e kanë krijuar jetën? Në gjithë botën, ku ka jenë, Itali, të janë shpërndarë në gjithë botën. Ti personalisht për shumë sa fëmijë ke? Ku kam 5. 5. Mund të më thuash ku i ke? Të 5 i kam në jashtë. 3 i kam në Greqi, 1 kam në Athinë, 2 kam në Rodos, 2 djenë të tjerë më të vegjël i kam në Itali. Në Itali. Besoj jeton me bashkëshortën apo jeni vetë? Vetëm me plakën kam. Vetëm me plakë. Si është jetesa kur je pa Qa fëmijë? fleti, nuk jetohet. Rrisi ai, si vender si ai qeni ku i mora ti, pa fëmijë. Ka marrmalli, ka Shumë. Ka marrmalli, më ka marrmalli me fëmija sot, ajo është kënaqësia që ta shiko që atje të bësh shmesh një laf, apo një zhurmë atu të jetu. Ne rrim si ai të kytnar të dy atje. Ndërkohë kur flet me ta në kamerë dhe i pyet, do me thënë që a do vinë, a do kthehen, çfarë të thonë? Fëmijëve nuk diskutohet që ata kupton që nuk thonë që do kthehemi. Po fëmija ime... Ti do të kthehen, po ata... Po nuk do të kthehet, është tjetër jetesa ne tjetër këto. Atë jetesë që ata bëjnë aty, mund ta bëni Llakatun nëse do jetoni? Po të kish punë këtu, e jetonin. Vetëm puna më Puna ka ikur e, se s'ka ikur në jetët për qefa i pëdhiki. Jap shumë mere me bujësia, dilte do të krijonte atë jetë? Po të kish kushtet, ja dilte. Banorët thonë që vazhdojnë dhe të tjerë të ikin, apo jo? Po ikin. Dita më ditë. Po ikin, dita më ditë po ikin. Po kush do mbetet, kjo është Po do ngelimi ne, shgorrët. Po pastaj, pas shumë viteve. Pas shumë viteve, ikëm ne, mund të plakën ata, mund të kthehen, mund nuk të kthehen aja, kjo është. Shpresën e ke humbur e shoh. Me këta që i kemi, nuk këta na shkatrojnë, po vetë për xhepet e tyre, se nuk mendon ai për neve. Për fëmijën time, apo ai mendon për fëmijën e tij, tu të jeton në xhepet, e të jetoj si të breth kudo botën ai. Faleminderit shumë, kënaqësi. Faleminderit. Si e? Por edhe të pyes, sa vite ke qeton në Llakatun apo tu ke lindur? Jo, jam ardhës kam qenë bus lumit më afër Picarit. Afër Picarit. Po. Erdhe në Llakatun për jetë më të mirë. Në Llakatun se u bë na kooperativ që ishte, u bë ferm. Na jo na ojin që ande e na prun këtu në Llakatun. Po mirë, sot në Llakatun si është e jetesën? Si është? Sot shati? Nuk, unë jam me pension, po bëj një 10 vjet jam me pension. Në kohën e verit, punëtor kemi qenë, po mirë kemi kaluar. Dua të bëj një pyetje të sinqertë. Shkon mbas shpinës tënde, nuk ka asnjë të ri, nuk ka rinim. Po ka nikur të gjithë në emigrim, kanë shkuar jo në Greqi, jo në Itali, jo në Gjermani. Pse janë larguar? Çfarë ndodh? Po janë larguar për arsye të ekonomisë. Do të ushqehen, se këtu s'para ka punë. Ku do vend, ku do shkojnë? Ti personalisht sa fëmijë ka? Unë i kam të 5 fëmijë, po i kam këtu që të 5. Në Llakatun? Në Llakatun këtu. Po, me se merren? Merren me gjëra, me gjëra, disa merren me tokën, disa merren me tregti, merren me gjëra kështu. Janë të kënaqur nga kjo jetesë? Të kënaqur janë ata, që na e keqja. Ndoshta ata nga momentet që flet, mendojnë dhe të largohen, të ikin. Ndonjëherë të kanë thënë që duam të largohemi. Duam të largohen, po nuk largohen dot për arsye sepse duhet me dokumenta. Dokumenta nuk kanë edhe është pasaporta 3 muaj. Edhe po të futet Shqipëria në Europë, ata janë të ikur. Po të futet dihet apo po të futet në Europë, ata do ikin, se s'mund të jetë këtu. Po me këta të rinj të cilët janë larguar vite më parë, mendojnë ata të kthehen të vinë në Shqipëri dhe të jetojnë në Shqipëri? Me këta të rinj që janë larguar. Po. Mendojnë të kthehen në Shqipëri? Këta që janë larguar, ka mendimin e tyre, po ti si e sheh? Ma merr mendja që me kalimin e kohës mund të kthehen edhe ata. Shumë tënde.
Në moshën time tash, po edhe para moshës, do dalin pension ku do vend, këtu do vinë. Po deri në ato që janë të në qafë pune, nuk vinë tu, do shqenë andezët. Po atëre ku të jenë gati për pensiona, qysh atëre do vinë prapë në Shqipëri. Se këtu është jetë e tyre, këtu është kasollë e tyre, jemi shqiptare, nuk duhet të mbajmë të vend, se këj vend nga ka ushqyre, do në ushqej. Faleminderit shumë, kënaqësi. Faleminderit. Jeni mirë. Për të kuptuar arsyet e largimit të popullsisë, mjafton të dëgjosh rrëfimin e një prej banorëve të Llakatundit, i cili si dekada më parë ka zgjedhur që në banesën e tij të përdor vetëm ujin e pusit, pasi sipas tij, faturat e ujit të pishëm nuk i paguan dot. Ujin e pusit tregon se e konsumon edhe e përdor për nevoja familjare, pasi furnizimi me ujë është prerë pikërisht për shkak të mos pagesës së faturave. Ekonominë familjare përshkruan si për tokë, teksa nuk po ja del dot të jetojë siç duhet, pavarësisht se merret me punë të fshatit. Thotë se në çdo vend të botës qeveria do të jepte ndihmë për familjet në nevojë. Vetëm në Vlorë, edhe ujë pishëm të ndërpritet nëse nuk ke me se ta paguash. Mungesa e mbështetjes sociale, një prej arsyeve përse shumica e banorëve që nuk kanë mundur të krijojnë një jetë më të mirë, kanë zgjedhur të largohen nga Llakatundi. Në mendimin tënd, sot që jeton në fshat, cili është problemi më i madh që ka Llakatundi që ti personalisht e vë? Nga ta është, të gjitha. Më thuaj kryesorin. Rrugët, Pa. edhe për ujnë, edhe voji, edhe fukara dheku. Si situata të të prek pak të kjo pjesë, Po. e ujë të pishëm. Po, ka që marrin, ka edhe që nuk i vete ujë. Ti personalisht në shtëpi ke ujë? Jo, pa ujë. Pa ujë. Po. Po pse, çfarë ka ndodhur? Pse kjo ndarje? Se që nëse nuk e marrë dot, kam pusë shpije. Pusë shpije, Po? mbush në shtëpi. Pra, e vetmja mundësi është pusi. Po. Të kanë kërkuar ndoshta të investosh për të shtri linjat e ujit të pishëm apo si? Jo, shmajta, nuk e bërë. S'kishe të ardhur. Jo, nuk i kemi. Do të thënë, Jemi pa punë, pa rrogë. në momentin që s'ke të ardhur atë lëndë pa ujë. Ja, ujnë, atë se kanë ata fënë, se po së pagova unë, po së vajta të bëj kërkesën ata, s'kanë si ma dhënë ujnë mu. Po me Se ato kam vetë në shtëpi ujnë tim, ujin e pusit, ja del që të përballosh ato nevoja familjare, për mua del, edhe konsumon. konsume. Do doje që të furnizohesh i rregullt me ujë të pishëm, që të ishe rrata Jo, që të flasim budalla që nuk flasim dot. Qatë se mu tani dy. Gjithë gjerat nuk marrojnë një herë që të po të të vësharë të. Ke gjera që më elementare dhe nuk bëhen, jo... Po ke shpresë se ndoshta në Llakatund këto elementaret apo baziket për jetesë. Po të doj shteti bën të gjithë. Po nuk do. Po s'deshi qa do bëj. Ju keni kërkuar? Po qa do kërkojmë ne... Haqe kemi hapin. Faleminderit dhe jo. Pasojat e largimit të banorëve të zonës po ndihen më shumë se kurrë edhe në shkollën 9-vjeçare, si dhe në gjimnazin e Llakatundit, që mbajnë emrin Fasli Danajt. Banorët thonë se i gjimnazi, ashtu edhe 9-vjeçarja, ndodhen në prag të mbylljes. Pasi aty, tashmë mungojnë nxënësit. Niveli mësimdhënies ka rënë gjithashtu ndjeshëm në krahasim me vitet e mëparshme. Shumë prej familjeve që nuk kanë emigruar ende, zgjedhin që fëmijët t'i shkollojnë dhe arsimojnë në Vlorë. Banorët thonë se këto shkolla brenda pak vitesh pritet të mbyllen, nëse ecuria do t'jetë po e njëjtë me këtë ritëm. Mbyllja e shkollave sipas tyre do të cilësohej si një fatkeqësi për Llakatundin, por edhe për fshatrat përreth. Do të pyesja, gjendja e fshatit sot Llakatundi kryesisht. Vallai qartë të Llakatundi pa punësi e madhe është. Të gjithë të rinë kanë ikur, kemi shumë problem. Unë kam 6 fëmijë, na 6 asnjë këtu. Sikur na 2 të kenë bërë ata 12.
sigur na 2 të kenë bërë, 12, 12 janë vetë ata, 24, na 24 kam betu vetëm unë një këtu. Këtu më parat si do të kokrën e Mollës këtu. Këtu vini në Avlora që vini për shkolla. Jemi në gjendje katastrofike për të rinjt, kanë ikur të gjithë. Ma shpjego pak, ke 2 institucione arsimore, gjimnazin dhe 9-vjeçare. Si është numri i nxënësve të tyre sot? Si është, si themun, një këtu, një atje, i mbajnë e i kalojnë vetëm për të marrë rrogën, se s'ka fare atje. Mbaj me forcë. Me forcë, për të kaluar rrogën. Edhe ikin ata, po s'ka numrin e dur. Ndërsa mësimdhënia? Mësimdhënia 0 me bisht, ka agronome, ka qenë gjithë ato. Ma krahaso pak me kohën që ti më përmende para pak moment. Dgjoj, unë ku kam qenë në 7 vjeçare për shembull. 7 vjeçare me Rogjës kam bërë. Po të bëj 7 vjeçare në Rogjës bara ke marruar mit mes me sot. Po. Se na mushish plot çanta me libra kimi, fizik, gjeometri, algebër, çishin të gjithë ato i kishin këtu dhe dhënë përpara. Ku ke bërë shkollën, valla? Këtu në 6-ën e 7-ën e bëra këtu. Po. Sa veta ishin klasa atër? 40 veta, 35 veta, 40 veta. Mund të themi që sot është më pak se gjysma? Më pak se gjysma. Po vazhdojnë, po largohen? Po largohen akoma, ku e ke fundi. Rrezikon që? Se e di pse? Po. Se ikin prindrit i marrin dhe fëmijët. Se si thash unë, kam 6 fëmijë, na 6, na 2, 12. 12 fëmijë do ishin këtu në shkollë. Apo jo? Dhe brenda pak vitesh i thuaj që rrezikon mbyllet. Këtu, bërë po ti vish si vjet edhe si vjet i mbyllin, po japin notën ata vetëm për të marrë rrogën. Faleminderit shumë, kënaqësi. Si është jetesa sot? Si e shikon jetesën sot fshat? Këtu vlla, dorës njerë, ne fëmijët si kemi këtu, i kemi të larguar. Po. Po çik me vështirësi, ashtu përpiqemi se. Dua të të pyes, kjo Katarët kemi ngelur këtu. Ky largimi i popullsisë ka ndikuar edhe tek shkollat që janë sot në Llakatun? Po normale se këtu ka qenë fillimisht ka qenë full shkolla me nxënës, sot janë pak pësuar, nuk janë shumë pak. Ti e shikon realitetin. Po, çdo ditë nxënësi që hyn dhe dal. Për shumë ma krahaso më jep një numër sa ka qenë 15 vite apo 20 vite më parë me sot. Jo, është ndryshimi 100%, para ka qenë gati 600 nxënës këtu vlla. Sot sa mund të kenë mbetur? Sot mund të kenë ngelur gati 100 pak e ke parasysh. Mendon se këto shkolla po mbahen me forcë, në sensi që mos të mbyllen edhe ata pak nxënës janë? Po çfarë të thotë vllai të keqen, ne dëshirojmë mos të mbyllen, se po mbyll shkolla ne ikëm mbaron fare. Se kjo shkolla dorës na mban gjallë, kupton? S'ka rini më. Po iku rinia është duket. Ne moshatarët kemi ngelur. Po pse largohen këta nxënësit? Çfarë mungon? Nxënësit tani ikin familjarët, ikin nikosisht edhe fëmijët, kupton? Ka rënë niveli ndoshta edhe i mësimdhënies? Tani mësusët janë të mirë, nuk themi për mësusët, s'mund të ankojmë se këta janë mësues të kualifikuar. Ke parasysh me sa i njohim ne, kupton valla. Do vazhdoj rënia thua? Çfarë të thonë vllai? Llakatundi përfshihet në njësinë administrative e Shushicë. Është fshati më i madh dhe më i rëndësishëm në këtë njësi. Në të përfshihen gjithashtu edhe fshatrat si Grabjan, Beshishti, Drithasi, Mekati, Çeprati, Bunavia e Risilia. Përpara viteve 2015, Shushica ishte komunë, por ndarja e re territoriale bëri që të kthehej në njësi administrative. Kjo njësi ka marrë emrin Shushicë për shkak se shumica e fshatrave lagen pikërisht nga lumi Shushicë. Shushica ka qenë një prej mrekullive të zonës për dekada, e cila është përdorur gjerësisht për vaditjen e tokave bujqësore, kryesisht gjatë periudhave të thatësirave. Kjo ka qenë edhe një ndër arsyet më të forta, përse kjo zonë ndër vite ishte e njohur kryesisht për bujqësinë, por edhe për blegtorin.